Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyyun ba'dah. Falënderimi takon vetëm Zotit subhanahu wa taala, paqja lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu taala alaihi wasallam. Në temën e dytë të hutbes do trajtojmë një çështje shumë të rëndësishme dhe mendoj shumë delikate. Sepse mendoj që fshehja e vërtetës është të hysh në hak fe Zotit subhanahu wa taala. Të hysh në hak pejgamberit alayhi salatu wassalam, të hysh në hak ummetit islam dhe vëllezërve dhe motrave besimtarë dhe besimtare. Ne jemi bijt dhe bijet e nanave tona. Jemi niprit dhe stërniprit e gjyshëve dhe katragjyshëve tanë. Jemi shtetës shqiptar autokton në vendin tonë. Nuk jemi të huaj, nuk na sollën këtu. Nuk na dhuruan një cop tokë dhe thanë për mëshirë po ju lëm të jetoni këtu. Ne jemi njerëz fisnikë dhe bijtë e fisnikëve dhe fisnikeve. Jemi njerëz që kemi dhe ne integritetin dhe moralin dhe figurën tonë dhe zërin tonë. Prandaj kjo pjesa e dytë e hutbes do të bëjë çfarë qëndrimi duhet të mbajmë ne si musliman ndaj klasës politike shqiptare. Është shumë e rëndësishme. Jam përpjekur shpeshherë që nga vitet 90 na mushin mendje rrujurinë e xhamia, s'keni punë me politikë. Po, në vërtet nuk futemi në politikë. Ose më mirë themi, ne bashkëpunojmë me politikën aty ku nuk cënohet feja jon, akidja jon, besimi ynë, morali ynë, integriteti ynë, mbi të gjitha vëllezër e motra, interesat e vendit ku ne jetojmë. Muslimanët kanë 30 vjet që trajtojnë veten e tyre si pjesë e ndarë e shoqërisë shqiptare. Por harrohen se ata janë njerëz që paguajnë taksat, janë të ndershëm, punojnë me djersën e ballit, përpiqen majtës djatës, përpiqen të mbijetojnë, mos ta shtrin dorën e tyre, përpiqen që mos hyjnë haram e tjera me radhë, përpiqen që mos shiten. Cili është qëndrimi jonë si besimtarë musliman ndaj politikës shqiptare? A mendoni se 30 vjet klasa politike shqiptare i ka dhënë hakun popullit tonë, ku bëjmë pjesë edhe neve muslimanët? A mendoni se ekonomia e vendit tonë është aty ku duhet? Arsimi, rendi, qetësia? A mendoni se tek ne korrupsioni nuk ekziston? A mendoni se shëndetësia është aty ku duhet? A mendoni se arsimi është aty ku duhet? A mendoni se shoqëria ka gjetur stabilitet? Neve si popull kemi gati 100 vjet që nuk përjetojmë ciklet të natyrshme shoqërisë, që brezat përcjellin breza. Se kemi qenë të sulmuar nga të gjitha krahët si kom. Dhe herë mbas here përpiqemi t'ia vëmë fajin fesë Zotit subhanahu wa taala, veçanërisht muslimanëve. O ju vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, neve nuk i imponojnë njerëzit të votojnë majtas apo djathtas. Por përpiqemi t'i bëjmë ata më të vetëdijshëm, derisa kohë do të vazhdojmë me këto halle, me këto probleme. Pse jo të mbështesim qeveritar majtas apo djathtas që lozin me fen ton? Lozin me fatin e vendit ton, lozin me ajetet e Kuranit, lozin me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përdorin të vërtetën absolute për ne dhe fjalën e pejgamberit alaihi salatu wasallam në interesat e tyre të shëmtuara. Pse jo përdorin dhe vëllezërit e motrat ton, besimtarë dhe besimtare, për të tërhequr votën e besimtarëve tan, por kanë harruar që të bësh pjesë e politikës aty ku nuk duhet është të futesh në llum. Troq, të futesh në llum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë një hadith shumë bukur. Për të kuptuar rregullin e shoqërisë dhe me kërri dhe cili je, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, shembulli i shoqërisë mirë dhe shoqërisë keqe është si shembulli i shitësit parfumeve dhe kovaçit. Shitësi i parfumeve, thot pejgamberi, nëse nuk t'jep parfum do të ndjesh për ti erën e mirë. Kurse kovaçi, thot pejgamberi, nëse nuk t'i djeg rrobave për shkak të punës do të ndjesh për ti erën e keqe. Prandaj ne nuk ndalojmë askënd të shprehim mendimin e tij, apo ta aderojmë majtës apo djathtas. Por nga eksperienca 30 vjeçarëve, vëllezërve dhe motrave tan, besimtarë dhe besimtare që janë futur në këtë krah politik, unë ju them vetëm një gjë. Kur në jetën tuaj, njërë të vetme, keni ndryshuar diçka? A i keni të reguar me njërë dhëmbët, mund të themi ndryshe, politikanëve tanë që mos të cënojnë fen ton dhe akiden ton?
Mos na bëjnë mos na e bëjnë pis Kur'anin ton, mos na i përdorin hadithet e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, mos të mbështesin zullumqtarët, mbi të gjitha t'i çajnë hallët e ti populli. Pra, a duhet neve të bëhemi pjesë opinioni im, thjesht opinioni më thënë që jo. Pse? Sepse unë kam frikë, vëllezër, se kur futesh në qarë që t'illën rrymë t'illa, ata e kanë bërë të tillë të sistem politik që edhe të ndershmin e korruptojnë, edhe njeriu e mirë e korruptojnë. Nuk të lë mundësi të ecësh përpara. Prandaj kanë 30 vjet që na majnë peng me pikatore, na japin bukën që të jemi të varur prej tyre për popullin, se kupton pse? Se nuk ka lexuar sociologji politike, se si funksionon që sa më shumë ta lësh të varur një popull, më shumë i varur je prej tyre. Prandaj edhe 50 apo 6% e votave janë të nënpunësve të shtetit. Sa i thot, të hoqja nga puna, të bëra këtë, gjej ku dush votat, bën presion e tjerë me radhë. Pse? Pra neve me dashje pa dashje jemi bërë pjesë e këtij zullumi. Prandaj ju vëllezër dhe ju motra, mos u ankoni pse ka korrupsion. Mos u ankoni pse të rri baba shtrirë atje nuk ka mjek, nuk ka ilaçe. Mos u ankoni pse kemi këtë arsim të dobët. Mos u ankoni pse kriminalët dalin nga burgu dhe marrin vendime dhe nga burgu se kush do të fitojë, majtës apo djathtas. Mos u ankoni për hallet e problemet e juaja. Jemi ne që firmosim me dorën tonë shkatërrimin tonë, të rinjve dhe të rejave tona dhe brezave që do të vinë. Ky është realiteti. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli përsa kohë ata nuk ndryshojnë gjendjen e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ittaqu da'wat al-madhlum. Kujdes nga duaja e tij që është bërë për drejtësisë dhe me tij se Zoti nuk ka perde. A mendoni se janë politikanë ndershëm këta? A i kanë hyrë në njërën hak dikujt këta? Pra, ne kemi që nga diktatura e këtej që po vuajmë, nuk kemi cirkull të natyrshëm shoqëror. Nuk mendojmë vetë, vëllezër, nuk lexojmë vetë. Neve kështu na duan, na lënë gjithë jetën, dhe thonë ju këtë fesë mos hynin politik. Ju të fesë mos bëni këtë, ju të fesë mos bëni atë. Pra të na lënë si dervisha, të rrimë atje, mos bëjmë asgjë, dhe mos i tregojmë njerëzve se kush jemi dhe çfarë vlerash kemi. Dhe nëse nuk e bëjmë këtë sot, kur do ta bëjmë? Kur t'i lëm gjithmonë të rinj dhe vajzat e djemt tova në emigrim, ne ikëm në emigrim, po t'i lëm dhe fëmijët tanë që akoma janë 10-12 vjeç, t'i lëm të varur nga korrupsioni, nga njerëz që nuk dinë të mbëjnë gjë tjetër vetëm se të vjellin, dhe pastaj ta përshkruajnë suksesin një herë me ajete kuranore dhe herë me hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të lidhur dhe nga media e cila fukarallakun ta bën si loti që del nga suksesi. Pra populli fukarallak, dhe vjen media ta zbukuron, thot Shqipëria po ecën përpara, Shqipëria po zhvillohet, rinia po ecën përpara. Faktikisht o vëllezër, shikojeni se ku e kemi rinin. O ikën jashtë, o është pa punë, o përpiqet merret me pak sport, me edukim, dhe pjesa më e madhe ka model korrupsionin, drogën e tjera me radhë. Por neve nuk duam të pranojmë që zullumi nëse zgjat ka probleme. Dhe Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid." Dhe kështu është ndëshkimi i Zotit tënd. Kur i shkatëron popujt, thot, dhe dijeni se ato kur i shkatëron ishin të padrejta, dhe kështu është pra ndëshkimi i Zotit tënd i rrept dhe i dhimbshëm. Pra, wa hiya zalimatun në gjuhën arabe thot gjuhë fjali hal, tregon gjendjen e një populli. Ne duam apo s'duam, po i bëjmë padrejsi njëri tjetrit, duke majtur në pushtet njerëz gjakatar dhe kriminal, nuk i them për plot gjën, kriminal. Sepse ajo që dihet sipërfaqe, shikosh atë që është nën faqe, ajo është më e tmerrshme akoma. Dhe shpesh dëgjojmë sot, pse jo dhe nga kolegët e mi majtas apo djathtas, jo as majtas as djathtas, sepse Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Kul amantu billahi thumma istaqim", thuj besoj Allahu dhe qëndro drejt. Suksesi është të qëndrosh, jo të dredhosh. Suksesi është të jesh njëri fisnik, jo të degeneruar. Suksesi është të jesh trim dhe jo frikacak. Suksesi është ta thuash vërtetën pa lënduar njëri, por ta thuash vërtetën dhe jo të bashkëpunosh me horrat dhe kriminalët.
Suksesi është të thuash vërtetën që brezat e rinj kuptojnë që akoma se dinë se çka kanë heqë gjyshri tanë në komunizëm. Dhe sot po na kthehet një komunizëm më modern dhe më i bukur. Me reklama, me trëndafila, me valle, po kërcen rinia, po zhvillohet rinia. Ku po kërcen rinia? Ku e ke rinin sot? O ju vëllezër dhe motra, mos u gënjeni nga këto pralla. Nuk ka cikël shoqërie shqiptare po su tundën themelet e krimit organizuar, e kriminalëve të politikës, e njerëzve të papërgjegjshëm, që po i majnë peng vendin dhe kombin ton, që na japin mend për fe, na japin mend për suksese, na japin mend për tolerancë fetare, për bashkëfetesë fetare. Këto janë suksesi i kombit ton, i popullit ton, jo xhallarëve, priftërimëve dhe klerikëve fetar në Shqipëri dhe jo i këtyre njerëzve, që janë gati të shesin dhe veten dhe nderin e tyre dhe ta lënë këtë popull dhe të lozin me ndjenjat e tyre fetare, kombëtare. Prandaj dhe përdorin Kur'anin kur ju intereson dhe praktisin Kur'anin kur nuk ju intereson. Prandaj dhe i përmendin fjalët e pejgamberit kur i intereson dhe i harrojnë fjalët e pejgamberit që thot për zullumqarin, për të korruptuarin, për kriminalin, për munafikun në ana tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe merreni në mend këtë gjë. Inna Allahe yumli lidh-dhalim. Allahu i jep kohë zullumqarit, i jep kohë. Hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Mirë, por kur e kap me ndëshkimin e tij nuk e bën atë asgjë të shpëtoj. Dhe unë nuk dua që neve si popull të bëjmë një pjesë e këtyre padrejtësive. Ti lëmë çështjet nevojat tona si komunitet fetar. Mos harroni se para se të jemi komunitet fetar, jemi kombë, jemi bashkomas, jemi shqiptar. Çfarë do thotë jemi shqiptar, jemi autokton vendin ton. Mos ta trajtojnë shumicën e këtij kombi sikur janë njerëz të gjetur. Nuk ka nguxim vëllezërit dhe motrat e mia besimtar në punë shtetit që ta ngrenë zerin. Mos na ndëshmoni, mos na e prekni fen dhe akiden. Mos na e prekni besimin. Mos më shtesni sionistët e zullumqarë dhe kriminalët. Është kollaj thuash që Hamasi është kriminal, por çfarë gjykimi ka për një shtet terrorist dhe kriminal? Çfarë gjykimi ka? Pra këta njerëz vëllezër e hedhin topin majtës dhe djatës dhe përpiqen të gjejnë rrugdalje. Dhe na trajtojnë neve sikur dhe ne që dalim aty në sesh jemi suksesi tyre. Dhe u thon vjetës shqyqyr që jemi ne pa jeni ju mo. Sepse janë bitë e babai tyre këta. Na flasin si ai i madhi në kohën e tij. Por po se ngritëm ne zërin sot, kush do ta ngri zërin? Këto vëllezërit dhe motrat me shamia dhe vëllezërit tanë që punojnë atje, kur do ta ngrenë zërin? Prandaj i them mos e njollosni veten tuaj për sa kohë që nuk i tregon atyre vendin kur të sonojnë besimin e 70% popullsisë shqiptare. Dhe luajnë me ndjenjat e një kombi të zhytur në furkarallik, çfarë gjykimi kanë fen islame? Po hoq, ne do përmirësojmë, ne do rregullojmë, thon ata. Ne do paksojmë të keqen. Neve nuk kemi çfarë të themi tjetër vetëm atë çka thot Zoti në Kur'anin Kerim, mol asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën thot njeriu është në humbje, ila alladhina amanu, përveç atyre që besuan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dhe këshillojnë njëri tjetrin për durim dhe të vërtetën. Ja lëm, Zoti ka bërë kohën dëshmitarin më të madh, ai e zotron kohën. Le ta shikojmë sa do përmirësoni, sa sukses do keni, sa do arrini. Sepse nuk mundet që të futesh me llumin pa u bërë pis me llumin. Dhe nuk mundet që të vish me një person që ka një punë nga natyra të keqe, shumë të keqe, po se erdhe ere keqe. Prandaj, o ju djemë, o ju vajza, unë ju drejtohem ndërgjegjes tuaj. Ne nuk hymë në zgjedhjet e askujt, as detyrojmë njerëz të votojnë apo mos votojnë. Por nëse mendoni që ka njerëz që ndihmojnë vendin, bëni, por nëse mendoni që ka njerëz që nuk e ndihmojnë vendin dhe komi keni, mos bëni asgjë. Unë nuk kam turp ta them, ndoshta kam 30 vjet që s'votoj. Sepse këta njerëz janë të tillë që përdorin gjithçka që të mbajnë njëri tjetrin. Dhe i thurin poezi njëri tjetrit në Facebook, YouTube, dhe lozin lojën majtës djathtas. Po e mbajnë njëri tjetrin frikë nga ju të merri, nga burgjet, nga krimet, nga zullumet që kanë bërë, prandaj nuk fle rahat. Prandaj përdorin çdo lloj llumi, çdo lloj ndyrësie, çdo lloj metode për të përmirësuar imazhin. Hal tuflihuna min Allah. Do t'i shpëtoni Zoti tuaj. Sa do rrini pushtet? 5, 6, 10 vjet, po pastaj, ku është kufiri juaj? Kështu mendonin dhe faraonët, dhe mbretët, dhe sultanët, e në hum, ku janë ata?
Prandaj dhe Allahu thot në Kur'anin Kerim, dhe kështu i lam ata që të jenë në kulmin e paras, fuqisë dhe pushtetit tyre. Thume e akhadhnahum baghtatan, dhe i kapëm ata në befasi dhe i goditën në befasi, thot Zoti subhanahu wa taala, sa që u tërbuan, u mahnitën, nga na erdhi kjo dhimbje madhe, ky ndëshkim i madh. Sepse ti fle mbi llumin me padrejsinë e një populli tërë. Dhe pejgamberi sallallahu sadiqul masduq, i vërteti që i vjen fjala për të vërtetës, ittaqu dawatul madhlum, friksoje duas atij që është për padrejsi. Adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Dijeni se padrejësia është errësirë ditën e Kiametit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është errësirë në ditën e Kiametit. Prandaj o vëllezër, mos i bëni padrejësi njerëzve, mos i hyni në hak njerëzve, mos e shisni njëri tjetrin, mos e hedhni poshtë njëri tjetrin, mos e nënçmoni njëri tjetrit, mos e hani haram pasurinë e njëri tjetrit, mos u shisni tek njerëzit e ulët, mos e shisni akiden tuaj, besimin tuaj, vendin tuaj, mos e shisni ndershmërinë tuaj, mos e shisni edukatën e prindërve e baballarëve tuaj, mos e shisni fisnikrinë e gjyshërve e stërgjyshërve tuaj. Ndryshe ne jemi një popull që nuk kuptojmë, dhe mos të vi çudi që ai tërmeti që ndodhi para 2 apo 3 vjetësh apo 4 vjetësh të jetë 10 fishi atij që do të vi, për shkak se neve pranojmë llumin dhe zullumin dhe bëhemi pjesë me të keqen. Elhamdulillahi rabbil alamin. Elusim Allahun azza wa jalla na i fali gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun 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 të ruaj të rinj dhe të reja tona. Elusim Allahun të ruaj djemt dhe vajzat tona. Elusim Allahun të mëshiroj gjyshri dhe gjyshet tona. Elusim Allahun të udhëzoj popullin ton. Elusim Allahun të udhëzoj politikanët ton. Elusim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, shëroj plagët e tyre. O Zot, shëroj të smurët e tyre. O Zot, ruaj fëmijët dhe gratë e tyre, pleqt dhe plakat e tyre, popullin e tyre, tokën e tyre, xhamin Aksa ya Rabbel Alamin. O Zot, njerëzit mendojnë se i mbështeten fuqisë tyre dhe armëve tyre, por ata kanë harruar ushtrinë tënde, ya Allah. O Zot, ata të xhabbaru, i kaluan kufit me mendimallësinë dhe arrogancën e tyre, dhe mendojnë se do shfarosin një popull, po do shfarosin veten e tyre. O Zot, ata mendojnë se janë zotin tok, por kanë harruar mulkeke ya Rabbi, kanë harruar fuqinë dhe pushtetin dhe fuqinë tënde, ya Allah. O Zot, alejke bil yahudi was sahainite. O Zot, zbrit zemërimin tënd mi sionistët. O Zot, zbrit zemërimin tënd mi kriminalet. O Zot, zbrit zemërimin tënd dhe të rridhoje tronditë pushtetin dhe llojin e tyre dhe kush ndihmon ata. Falëndrimi takon Zotit gjithësisë, paqja e lavdërimi i Tij qoftë shembullit njerëzimit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.